Përshëndetje, quhem Rej Dunja, jetoj dhe punoj në Suedi. Do të jap disa ide ndoshta inovatore dhe shpresoj që të mos paragjikohen në lidhje me bashkëpunimin midis Kosovës dhe Shqipërisë. Për shembull, të dy kryeministrat e ai shqiptar dhe i Kosovës kanë premtuar që do të fillojë punimi i hekurudhës midis Shqipërisë dhe Kosovës, Durrësit dhe Prishtinës. Do të sugjerohej që të konsiderohet dhe lundrimi në Drinjën e Zi. Ato kanë thënë që ndërtimi i hekurudhës do të marrë mbi një dekadë. Nëse konsiderohet lundrimi në Detin e Zi, ndoshta mund të merren dhe përfitime ekonomike edhe më përpara se sa hekurudha të jetë e përfunduar. Një pikë tjetër kryesore është që ne shqiptarët nuk e dimë shumë mirë që leku shqiptar është me të vërtet një fuqi e madhe që ne kemi. Për shembull në Kosovë përdoret euro, por ato nuk e printojnë euron. Do të sugjeroj që bankat qendrore të Shqipërisë dhe të Kosovës të konsiderojnë dhe bashkimin monetar. Besoj që do të ketë përfitime, të konsiderohet dhe plani i marrjes së euros për Shqipërinë, por dhe bashkimi ekonomik i Kosovës. Gjithashtu, një pikë tjetër, unë e mendoj shpesh si mund të jetë si mund të qahet muri i Berlinit midis Kosovës dhe Shqipërisë, për atë që do të quhet bashkimi kombëtar. Unë kam menduar që Tirana dhe Prishtina janë pak larg me njëra tjetrën, që të ketë një moment si ai muri i Berlinit. Dhe ndoshta një pikë gjeostrategjike është që të përdoret dhe Kuksi si kryeqyteti i Shqipërisë, për të përcaktuar në mënyrë të qartë dhe qëndrimin e Shqipërisë, për të bërë vështrimin e Shqipërisë. Të tjerat më merr mua në intervistë, intervistoj të drejtari televizion. Faleminderit. Ja këtu mikrofonit të zotëria me të bardhë. Të lutem se i dash fjalën. Edhe këtu pastaj. Po, faleminderit. Ragip Zekolli nga Brukseli, përshëndetje të gjithëve. Unë kam dy propozime konkrete që mendoj që lidhen drejt për drejt mu me këtë seancë dhe me prezencën që është këtu. Dhe e para është, ne shqiptarët nuk e kemi ditën e diasporës, a e kanë të gjithë popujt fshinë. Propozimi im është që në këto samite, ato vendime të bëhen të plotfuqishme. Pikërisht, me 6 maj është ditëlindja e Skënderbeut. Me 6 maj është një festë pagane që festohet ndër breza. Propozoj që kjo festë të jetë dita e diasporës në tënë botën e modalitetet do t'i bëjmë së bashku. Çështja e dytë, që edhe unë vonë e kam kuptu është shumë ma e rëndësishme kujtoj, për arsye se themelusi i shtetit shqiptar, Ismail Qemojli, ka kalu 8 vite të veprimtarisë të tij në Bruksel. Kërkojmë që gjithsesi autoritetet tona, së bashku me diasporën aty, të vumë një plak përkujtimore në rrugën Washington ku ka jetu Ismail Qemojli. Dhe e treta, ju lutëm, do doja që t'ju shoh sikur në këtë truez, ashtu si që shoh diplomatët tonë në Bruksel. Në Bruksel, çdo 17 janar, ne vendosim buxheta lulës së bashku, ne organizohemi së bashku dhe ju falemnderit shumë. Edhe njëherë, krenarisht jom këtu, sa reagimi nga zëri diasporës Londër, Albi Ukej TV, njëkohësisht antar i rrjetit bizniseve në globale. Sugjerimit ishte mrekulli, kjo sugjerimi i fundit që ishte për çështjen e investimit në arsimtar për dhënë mësim në diasporë dhe të zgjedhur 5 vende të veçanta, një propozim du marrë parasysh që jam në komunikim të vazhdueshëm me komunitetin shqiptar gjithandej përfshirë dhe në Londër. Unë mendoj që çka ju mungon shqiptarëve në diasporë, ju mungon shtëpia të kulturës. A keni mundësi që të krijoni një shembull në 5 vendet që ju mendoni që janë më të avancuar në atë kuptimin që kanë popullat më shumë, ti kem 5 shtëpi të kulturës ku faktikisht ke mundësi edhe me prit musafir, edhe me promovue gjithçka që është shqiptare, edhe kulturën tonë, të marrë parasysh se ambasadat janë jashtëzakonisht aktive dhe na krijojnë hapësirë, po e vërteta është që nuk kanë hapësirë të mjaftueshme për ta akomoduar krejt komunitetin dhe gjitha këto aktivitete që mirët popullata shqiptare dhe diaspora, natyrisht promovimin e biznisit në mënyrë më të mirë. Ju faleminderit. Po, faleminderit. Ka diçka po?
Zotë Ministri. Shumë shkurt disa pyetje për të tëra komentet, edhe njëherë jemi lumtur që kemi një pjesëmarrje aktive dhe ky është edhe sensi ynë, që të kemi mundësi sa më shumë pjesëmarrje nga ata që kanë marrë rrugën dhe kanë ardhur të bashkohen me ne në këtë kuvendim. Në lidhje me pyetjen për Ekurullën për Kosovën, është një nga projektet. Ne kemi bërë 8 mbledhje qeveri me qeveri me qeverinë e Kosovës. Në të tëra mbledhjet kemi nënshkruar marrëveshje. Jemi duke bërë me Ministrin Konjufca një vlerësim analitik se ku jemi me zbatimin e këtyre marrëveshjeve për t'i ripërtrirë ato që mbase kanë qenë çik më të mënjanuara dhe për të parë se çfarë projektesh po shtym përpara ose çfarë projektesh të tjera do të sjellim në mënyrë që natyrisht të bëjmë atë ndërlidhjen e padiskutueshme në çfarë lloj forme me Kosovën. Dhe Ekurulla është absolutisht një nga akset madhore. Është investim madhor, nuk bëhet kollaj, do kërkoj kohën e vet, do kërkoj financimet e veta, por siç kemi bërë të tjera do bëjmë edhe këtë në mënyrë të padiskutueshme. Në lidhje me elementet e tjerë të bashkimit, të bashkëpunimit me Shqipërisë dhe Kosovës, Kosova ka një avantazh se ne jemi akoma në Eurozonë. Kosova është në Eurozonë tani. Domethënë, ne do presim të futet dhe Shqipëria në Eurozonë që të bashkohemi me dhe të shohim se si mund të bëjmë më mirë bankat për te gjysmë shakas kuptohet. Përsa i përket ditës së diasporës Ragip, ne kemi ditën e diasporës, është data 18 dhjetor. Domethënë, mendoj që dita ka simbolikën e vet, por rëndësi ka të kemi një ditë dhe nuk na pengon asnjë gjë që datën 18 dhjetor ta kemi ditën kombëtare të diasporës, jo vetëm dita shqiptare e diasporës, siç e kemi në Shqipëri. Përsa i përket pllakës përkujtimore, dhe kjo lidhet dhe me qendrat kulturore. Në praktikën ndërkombëtare, siç e njohim ne, ka dy modele. Një model është i vendeve të konsoliduara, Italia, Franca, Gjermania, të cilat kanë institute të cilat janë të krijuara nga vendi për të projektuar imazhin e vendit dhe shoqëritë e tjera. Ne s'jemi akoma aty. Dhe do ishte iluzion të mendojmë që do shkojmë shumë shpejt aty, që Shqipëria të ngrejë një qendër kulturore në mes të Parisit dhe të kemi ditë për ditë aktivitete. Nuk jemi akoma aty. Do duam të shkojmë, por nuk shkojmë dot tani për tani. Është modeli tjetër nga një grup vendesh të tjera, ku janë komunitetet ato që janë baza, që kanë krijuar bazën fillestare dhe bashkëpunojnë dhe ndihmohen dhe nga shteti. Këtu kemi shumë për të bërë. Dhe këtu mund ta bëjmë bashkë me Kosovën, bashkë me këdo, me shoqatat, nëse nuk kemi bashkëpunimin e autoriteteve, qoftë në Maqedoninë e Veriut apo në Malzi apo me aty ku natyrisht më drobitur me Preshevën, po të paktën me shoqatat. Dhe është komuniteti i cili është aktori kryesor dhe i menaxhon këto. Sepse i menaxhon për veten e vet, me burimet e veta, me artin e vet, me ato mund të jenë edhe për shërbime sociale etj etj, me bashkëpunimin e shtetit. Dhe këtu ka shumë për të bërë dhe jam i sigurt që në strategjinë që ne jemi duke diskutuar aktualisht dhe të cilën do ta bëjmë operative sa më parë përmes një plani veprimi, kemi parashikuar në mënyrë të qartë qendrat kulturore me dhe për diasporën.